Përshëndetje. Sot në këtë video do flasim për numrin 23. Një shifër që ndjek historinë njerëzore si një hije. Nga tempujt e lashtë deri te bota moderne, ai shfaqet përsëri e përsëri. Në dada, në libra, në ngjarje që ndryshuan botën. Në numerologji, 2 dhe 3 bëhen 5. Numri i ndryshimit, i lirisë, i shpirtit që nuk pranon kufi. Ata që kanë lidhje me këtë numër shpesh janë eksplorues, krijues, rebel dhe rutinës. Në kabalën hebraike 23 është fjala që tejkalon kufit e materias. 22 janë shkronjat e krijimit, por e 23-ta është drita që i bashkon ato, komunikimi midis shpirtit dhe burimit hyjnor. Në Indi, njeriu bëhet nga 23 element të natyrës, ndjesi, mendja, ego, si dhe 5 elementet e jetës. Prandaj ky numër simbolizon ekuilibrin e qenies, bashkimin mes trupit dhe shpirtit. Në Kin, 23 lidhet me Yo, Lao, perëndis që lidh fatet e dashurisë. Ai është numri i bashkimit, i energjisë që lidh dy shpirtra që duhet të takohen. Në Persinë e lashtë, 23 ishte simboli i dritës që ngrihet mbi errësirën. Në Peru, ishte porta midis botës fizike dhe asaj shpirtërore. Si dhe në Iliri, pra te praarsit tanë, 23 ishte mburoja e luftëtarit, numri i forcës që lind. Në çdo kulturë 23 mbart të njëjtat mesazhe, ndryshim, ringjallje, si dhe lidhja e njeriut. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer video, shihemi në video të tjera, ju përshëndes.